Mirë mbrëma dhe mirë se ardhët në Nerv. Ibrahim Rugova ka qenë politikani më i ngritur intelektualisht që kanë pas shqiptarët e Kosovës në krejt shekullin e kaluar. Për më shumë, ai edhe truprojën, shoferin dhe shefin e protokollit e ka pas larg më të ngritur intelektualisht se sa politikanë tjerë kosovar. Sonte do të flasim për Ibrahim Rugovën e dekadës fundit të shekullit kaluar, 1989-1999, me truprojën, shoferin dhe shefin e protokollit tij. Adnan Merovci, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën. Mirëmbrëma, Zë. Faleminderit që gjete kohë me qenë musafiri imi sonte. Ju keni studiu për elektroteknik në Universitetin e Prishtinës në fund viteve 70-ta. Kam studiu dhe kam diplomu. Se Keni kjo diplomu fjalë fillim viteve 70-ta. s'ke studiu edhe po jetë që aty të nëj. Kam fillu me studiu dhe kam marru fakultetin Dhe keni diplomu, kështë të thonë, për ndërpreve në 1981. Mana i keni regjistru studimet postdiplomike ose magistraturën në Universitetin e Zagrebit. Ajo ka qenë by default, krejt grupi shkojshëm që ashtu. Cili ka qenë kontakti ju i parë me Ibrahim Rugovën? Kur ka qenë kontakti i parë? Po me ndonë kontakti fizika, po. Po sigurisht ka qenë tash sakt veç është në fund viteve 70-ta, si me thonë, ose dhe me thonë rreth viteve 80-ta. Dhe kjo është jo rasisht, sepse ai ka banu në Lakrisht në hymjen e dytë. Janë ato 5 lamellat në Lakrisht, ndërtuara në vitet 80-ta, fillim viteve. Në hymjen e dytë, në katin e 7, ai ka pas banesën, aty ku ka banu, kurse në katin e 9 ka banu një vllai ime. Dhe unë kom shku te vllau shpesh herë dhe kom taku Rugovën. E keni pa, ka qenë figurë publike, autori shumë librave, punëtori shkencor i institutit. E vërtet, dhe për më shumë vllau pa të shku në një mision jashtë vendit dhe mu ma patlon banesën, tani unë si student ende i pa diplomum, absolvent po ta qenë, kom banu në atë banesë me një shoktimin. Dhe e keni që i bie se Ibrahim Rugovën shpesh herë e kom taku, edhe në ascensor ose shkallëve. E kur keni fillu punën me ta? Kur ka qenë? Tash në këtë periudhë kur po flasim, ajo çka muj me theksu është ose një situatë interesante është që për shembull Ibrahim Rugovës kurs kom mujt mja grabit për shëndetjen. Gjithaj ma ka grabit. Dhe kjo më ka bo përshtypje bile edhe nemën. Edhe shpesh herë, do me thonë jam befasu ka ky njeri mu po ma di nemnin. Mandej, me vonesa kohore, qapo di unë e kom kuptu qysh ma pas ka dita jam në kryesisht. Punën me to keni fillu, do me thonë me u bo shoferi ti, truproje ti, keni fillu në fund vitit 1989, fillim vitit 1990? Po, në fillim vitit 1990, se tash të flasim kështu, në vitin konstituimi i LDK-s themelimi që dihet e data famoze 23 dhjetor 1989, do me thonë na kem qenë grupi i shokëve i qarkut ku unë kom jetu, kom studiu dhe kom vepru, kemi qenë njerëz, nëse mund mi thonë se të shkon në mision me do shqetësime kombëtare. Dhe kemi pa të Ibrahim Rugova me ato paracitet publike të ti, një njeri pak më ndryshe. Dhe gjithë rokon tem e bisedës tonë, që ky njeri propërëndimor... Dhe mundet me përfaqësu interesat e shqiptarëve të Kosovës asaj kohë. Definitivisht dhe pak më ndryshe, ose si asnjëherë më parë. Dhe tash aktiviteti i tij në shoqatë shkrimtarëve, me do takime, me do konferenca për shtyp, do komunikata dhe gjatë themelimit, ka bo që njerëz vullnetarisht kanë shku aty. Dhe unë kom shku me shokët mi, me pa se që tu po ndodhë diçka. O themelu LDK-ja dhe unë kom fillu me vazhdu. Unë në këtë kohë kom punu në Bankë Bashkumet Kosovës. Kom qenë bursist dhe i punësum. Ju e ftonin makinën private për me përcjell deri në banesën e tij në Lakrisht. Po. Kjo është në fillim vitit 1990. 1990, po. Si mjafton me përcjell deri te hymja e ndërtesës, insistoni me përcjell deri te dera e banesës. Për më shumë insistoni edhe me e marrë nesën me makinë. E vërtet. Pse gjithë ky imponim? Sepse kur kom shkue në shoqatë shkrimtarëve të Kosovës, tani pak marrë rregullisht, ty qenë edhe në punë në bankë, po në bankë veç pa të më fillu ato masat e dhunshme me largu ku ta diun, me ato shkumjet e mia të shpeshta në shoqatë shkrimtarëve, ku po shkoj, ku po zhvillohet një aktivitet në kry me një njeri që unë e pen një dhe po më një, dhe kur më ka pa mua aty, ai so befasu se ka pas shumë njerëz që kanë shkue. Por ai e ka ndi një farë afërsie me mu se që ky është një njeri që e njoh, unë edhe pedi. Dhe askush nuk ka bo pyetje pse unë atë komunikim me ta atë afërsi. Ka dalë tash për shoqatës, ka ndodhë që ka dalë edhe kum pa me qantë. Dhe ka ndodhë me një rasti, kom thonë kryetar, atë shkojmë, jo se po shkojmë me Mehmetin, ka shku me Mehmet Krajën, ka pas një askon në gjyrë të kaltërt edhe o hip me makinë me Mehmetin.
Dhe herën tjetër, tash mas disa ditëve, unë shkoj mba një konferencë për Shtyp dhe ndalje, unë i thëmë, kur doshte edhe ai me dalë, se aty s'kishar as protokoll, as hyshin, delshin njerëz, unë e pash një farë situate kaotike. Edhe ndalje, i thëmë, kryetar që na e thirrshim kryetar. Ai zgjedh kryetari LDK-s dhe kryetar. Bile disa fish kryetari thirrshin edhe kryetar si pe shoqate, si më thon, po sido që tjetë ky emërtim i shkoj ke atij dhe i them po shkojmë, po tha Adnan po shkojnë kom, tash po shkojmë bashk. Tha a ki rrugën anej? Thash po çanej po shkoj, vetëm vetë po çfarë çanej po du. Unë tash në ndërkohë motivi ka qenë se e kum pa që kërkusht për kujdesit për to. Unë e kum vëzhgu, ne po flasim për shkumjet mia që numrojnë me 10 herë, ose 20 herë, deri sa unë e kum marrën qatë vendim me u kujdes pak për to, se s'po ka kujdesje. Unë tash kum dasht mi acel derën mrapa, ty dasht mi kallxu, që unë po të trajtoj ty pak si VIP dhe ai u befasu dhe proje e ti, shoferi i ti. Po, për ma vonë, se në fillim unë se kum ditë që kum me konë qaj, por ja patacit detyrë vetit mu kujdes për këtë njeri. Edhe kemi shku. Kur kemi shku, në Lakrish, dihet që s'mon mu afru krejt të hymja, që është si plato aty, kom dalë shpejt, unë tash, se aju kënej, unë e kënej, edhe më ka pa që unë i farë levizjet shpejt e bona dhe hajtat në miru pafshëm, edhe më le kështu me dorë, pa dasht. Kur më pa që i përshkoj, tash ma zgati dorën, tash jo kryetarë, unë ja qita në ka, po vi me ty. Kur shkum në hymje, aty do më thonë o konë një farë kreshin, thojza, sepse ai murtur me hy në ascensor. Unë jam zona udhën, thash kryetar, po shkojmë kom. Ai më ka kthyer një herë. Ka qenë interesant, pse? Sepse unë kom pas vendosur që në ascensor nuk e përdorim për me ecën. Pse? Po më pa të thonë truni vetë që sigurisë ka në ascensor për to, edhe ma mirë është rrugës me ecën. Edhe kemi shku. Kur kemi shku, ai më ka vrejt që unë po eci jashtë zakonshëm me to. Që pe këshyri se jo në konë do koridore me hymje, po dalë në tonë, i ka vrejt. Edhe ti tash pyetjen ma bone, nuk o konë kjo e rastit, unë e pa ta marrë një farë vendimi mu kujdes për qëtë njeri. Po sekundit që unë ku me qenë shoqëru si ti, që ku me vozici, po unë e ofër ti edhe tash të shofim ma tuj. Dhe kur kemi shku në altë, dhe i kum shu unë e ziles, dhe unë e s'po dalë, pa e qelë derën, aja ty tash ka fillu, ka pak edhe mu nervozu, dhe më dyqy, ka kjo njeri që tash këtu edhe dul pana, Adnan si e nësë, unë isha njeri njoftëm, që erdhëm, aja dhe i ka tregu që po vjen Adnani, po rrinë shoqatë shkrimtarëve kret, thash kryetar nesër kur del, tha Adnan hajtë se dalëm, ane, edhe kum thirët nesër më 9:30, ka lejmë rruka, apo del, a baba aty, po kom shku edhe kjo është historia. Qartë. Dhe përmbyllët me një detaj që vlen edhe këto me dhe me përmbyll, une qato dit e pata porosit në miktimin me janë gjitë një derë dyshe hynjes. E ka pas si koridor që me ngjit dy dyrë. Dhe kjo, prej momentit kur e ku marrë në shoqatë, dere e ku më këthy, dera o kryje. Kur jena ardhë, tash, që s'ka ditë aty që jo qitë një derë, pana poni, pa ta tregue me një interfon, kjo tha në altë të shkojme, dhe nëse u habet se e pa derë tjetëre, tash jo kryetar që kjo është. Aty ka qenë ajo vullja që ky njeri e ka pa që unë se kom për mahi, po unë e pa angazhona. Dhe kjo ka qenë investimi jam privat për qatë derë mja që. Ju keni qenë shosnus i ti, keni qenë shofer mandej i ti për disa vite, shef i protokollit, po edhe kameraman. Unë e i vetë qujtë një më konë, krejt të Po, edhe kameraman. Edhe kameraman, sepse kamera keni gjizu mbledhje dhe takime të rëndësishme. Kamera është hobi jam, edhe unë me kamerë kom gjirue në fillim. Keni gjizu mbledhje të rëndësishme dhe takime të rëndësishme Çdo të gjë që ka presidentit ndodhur Rugova. aty, përpos mbledhjet e kryesisë të LDK-s, çdo gjë që ka ndodhur në çat sallë të madhe dhe sallën e Rugovës, si takime, me qenë si jam konë njëri që më kanë njoftë Rugova, une objektiv Se jam keni ka gjizu dhënë. këtë mbledhje dhe këtë takime? Sepse dokumentarit, sepse kom pas kamerën dhe kom marrë me këtë qëllim, e kom marrë për një mërgjimtarit tonë, kom këgja problemi. Kush ju ka autorizu me gjizu këtë mbledhje dhe këtë takime? Asush i vetë autorizu. Pse do dikush më autorizu kur unë jam një njeri i njoftën për Rugovën dhe unë po bëj atëherë në atë kohë secili ndjenja për dokumentaritet, për dëshmi jashtë, me kasetat mia dhe materialet mia janë furnizu delegacionet që kanë shku Alush Gashi, Luljeta Pula, Gazmen Pula në Kongresin Amerikan. Shumë që i keni incizu, nështë, edhe pse pa autorizim prej presidentit ose prej kryesisë LDK-s. President ajo atëherë.
Ka qenë kryetari i Lidhjes Demokratike Ka të qenë Kosovës. kryetari Ka pas i- autorizim as prej tij, as prej kryesisë, as prej Këshillit të Përgjithshëm, as prej presidentit ma vonë, po ju keni incizuar dhe shumë mirë keni incizuar ndoshta. Pse duhet me pas? Kur Ose nuk jeni të incizuar takime private ose ndaja private, jeni të incizuar takime të rëndësishme. Jashtë anëtarët të kryesisë dhe kryetarit të çdo gjë tjetër ka qenë vullnetare. Pse këto incizime i keni marrë edhe i përdorni sot privatisht? Pse nuk ja keni dorëzuar arkivit LDK-s? Ose të presidencës të Kosovës? Fillimisht Ose arkivit të Kosovës? ti po ma po pyetjen 2026. Këto janë bërë 89-99. Dhe mos harro që 99 ka ndodhur edhe 97, 98, 99 ka ndodhur një luftë në Kosovë. Dhe ato materiale une i kum rujt dhe ka qenë investim i imi privat. Po pse nuk i keni dorëzuar në arkivit LDK-s? Sepse- Ose në arkiv presidencës, ose në arkiv të Kosovës? Sepse fillimi mas lufte ti po thu sigurisht pse si ke dorëzuar. Mas lufte nuk ka pas të organizuar një presidencë ose një LDK e menjëhershme. Ka Kjo pas është mas një. viti E 2002. dyta. Ka pas mas viti E dyta. 2002. E dyta. Rugova ka qenë presidenti i Materialet Kosovës. që i kom incizu, ato kanë qenë krijem i imi privat dhe unë i kom ru dhe unë i kom dasht ato mi plasu një herë në publik. Kamera ka qenë e juja, E jam ja kasetat përshëndet, kanë qenë krejt t'juja, kasetat mirë po e blerë. mbledhjet nuk kanë qenë t'juja. Cilat Kanë mbledhje? qenë mbledhjet e presidentit Rugova, takimet e tij të Po, rëndësishme me takimet e personalitete. vërtetës. Po, Pse nuk ja keni dorëzuar presidencës të Kosovës, paktën nëse jo para vitit 2008, pas vitit 2008, ose arkivës 2008. Po, kur Kosova është shpall shtet i pavarur dhe sovran. Po, Ose une- arkivit të Kosovës. në Pse ja keni publik dorëzuar i kom arkivit të spjegu Kosovës? Këto, dhe fillimisht kam shkue edhe në arkiv të Kosovës, kom bisedu rreth kësaj dhe në mënyrë indirekte e kom kuptue që ato, do më thonë, ato materiale ma mirë është mi marrone, mi ruone, më harro që Kush ka është thonë periudha kështu? e digitalizimit. Kush ka thonë kështu? Ndjenja jam, ka thonë në një takim që kum pas në arkiv. Jo drejt për drejt, po kum pas që aty për pas do gazetave që po digitalizohen. A nuk i shkon më e drejt që ju me kërku kompenzim për materialet, për kasetat, për kamerën, për punën e juj, e mandej arkivi i Kosovës me vendosë se kur hapen këto materiale. Dhe Edhe me këto pas qasje materiale krejt unë i qytetarë. pas në bo për kompenzime, po. Jo, nuk thashën ashtu. Pyetja ishte shumë e qartë. A nuk ishte më e drejtë që ju me kërku prej arkivit të Kosovës kompenzim për punën Pse dhe për me materialet? kompenzim? Për diçka që unë e kum boj investim për dikush e ka dhonë jetën, dikush ka dhonë pare, dikush ka dhonë edhe unë kum mujt materialisht në asnjë mënyrë zgjen shprehje kompenzimi. 20.000 euro më ka kushtu digitalizimi. Po ma mirë ka mas qenë mi pas lufte. në arkiv të Kosovës edhe arkiva me vendosë se kur hapen ato. Edhe Jo. me pas qasjen të në mënyrë barabartë të qytetarët e ka Kosovës. kur Se kanë gjë- qenë mbledhje publike, Nuk ka kur gjë të keqe. takime Unë e publik, hapjen e të interesit tyne- publik. Unë e hapjen e tyne e kom fillue në kohë kur ato edhe lejohen mu hap. E dyta, Pse, po, ato që pe e thu ti, nuk jo më në kunder asaj, dhe ti ki Unë të nuk po them kurrë, unë veç le po si pyes. pyetje. Unë veç po pyes. Le që ki drejt si pyetje, po edhe ki drejt me mendu që ajo ka qenë më e mira. Por mos të harrojmë që me gjithat e gjendja në Kosovë ka qenë e tillë e brisht edhe mas lufte me njerë ku çështja e digitalizimit nuk ka mujt më bon në mënyrë institucionale. pse presidenca e Kosovës, pse presidenca e Kosovës nuk i ka financu këto? Kamerën, kasetat, Cila kameramanin. presidencë? Presidenca e cilës viteve periudhë? 92, Tash 93, presidenca ka qenë një- ose LDK-ja. LDK-ja ka qenë partia më e madhe politike në Kosovë. Presidenca nëse thu është mund me konë edhe një kuptim i cili nëse nuk spjegohet mundet edhe me keq kuptu. Presidencë a quhet vendi, a quhet stafi, a quhet shërbimi që bëhet. Ka qenë një institucion. Ne Ibrahim Rugovës, Ka qenë një institucion. Po. Që është zgjedhur prej qytetarëve Dhe të sa Kosovës. njerëz kanë punu më të? S'ma bën këtë pyetje. Kush janë konë njerëz të presidencë? A ka pas shef A ka pas LDK? Ibrahim A ka pas Rugova a ka ka pas qenë- Lidhje Demokratike të Kosovës, e cila është financuar prej qeverisë të Republikës së Kosovës, apo jo? Ka pas si edhe parti tjera. Pse nuk është vendosur kështu që ka me qenë në mënyrë institucionale e Sepse rregulluar? kryesisht puna ime ka qenë me zyrën e Ibrahim Rugovës. Fillimisht si kryetari LDK-s, mandej si president. Kush e ka financuar presidenti? Fillimisht, në fillim çdo gjë, çdo financim ka qenë vullnetar. Derisa edhe në kuadër të LDK-s nuk është formuar një farë shërbimi për solidaritet dhe që kam pas njerëz që kanë ardhur me lekë në dorë dhe kanë thonë unë po du me kontribu. E ma vonë ka financuar qeveria e Republikës së Ma vonë Kosovës? qeveria e Republikës së Kosovës Sa nëpërmes ka qenë buxheti? s'ka pas buxhet caktuar. Nuk ka pas. Tash cilat kanë qenë shpenzimet për mu? Kanë qenë shpenzimet ditore, aty kafe, çaj, çka është piç aty. Ka pas një- rrogat punëtorëve që kanë punuar aty? Po, Sa ka qenë rroga e presidentit Rugova? po tash ka lëvizën. Sa? Ka lëviz dikun në fund, krejt në fund, se nuk kom qenë i përgatitur për këtë pyetje dhe ishte dashur më njëherë më ta thonë shifrën, veç më lejo
të shprehna që s'po më kujtohet sakt, po sigurisht ka qenë një rrogë që i ka kalu 500 marka, 600, dikon, nashta ju ka afru ka fundit e 1000 marka, me krejt shpenzimet. Ka fundi i bjen viti 97-8. Ashtu, mund të thuhet. Sepse po nisna edhe për rrogave tona, edhe unë kom pas një rrogë. Rroga jam më e madhe ka qenë, kam rinë 280 euro, 300. Për atë ku kanë qenë rrogat të Po tash, për derisa rrogat e arsimtarëve kanë qenë po veç 300 ka qenë në fund. Dhe kur po thomon, punëtorët e mi kanë pas më të vogël. Ku është arkiva, ku është dokumentacioni i presidencës së Kosovës? Çdo gjë që ka ndodhur në çatë shtëpi, që pi thuti presidencë dhe unë pe pranoj që ka qenë presidencë, po ka qenë vend ku presidenti i Kosovës i ka lu rolin edhe të kryetarit të LDK-s dhe aktivitetet. Edhe të kryetarit çoçatës shkrimtarëve edhe të Këshillit Koordinues Partive Politike. That's right. Dhe çfarë ka qenë? Ku është arkiva? Po se po tregoj çdo informacion që ka ardhur, që ka qenë i manifestuar me një dokument me faks. Çaj është material arkivor apo jo? Çaj o bon 5 kopje. 1, 2, 3, 4, 5. Një kopje gjithëherë ju ka dhënë edhe Rrugovës çdo gjë. Dhe ai njeri e ka marrë në çantë zez Ibrahim Rrugova, edhe çdo herë çka është kont si material ai ka marrë me vetë në shtëpi. Dhe i ka rezidencë, jo në shtëpi, në rezidencë. Në rezidencë. Edhe unë ka një kopje e kum se kum pas një orman tam. Dhe tash arkiva ku është çata njerëz që kanë qenë, sa aty kanë ardhur edhe njerëz të LDK-s. Aty kanë mujt dikush mi marr ato çatëherë para lufte kur i vike era luftë. Unë disa të mia i kum marr i kam hjek, disa kanë mbetë. Disa i kanë mbetë e janë djeg, disa i keni marrë ju, disa i ka marrë Rrugova, disa i kanë marrë tjerët aty për rreth, edhe sot nuk e dim ku është arkiva e institucionit më të rëndësishëm të Kosovës të viteve 90. Presidencës së Kosovës. Mas pari nuk e di a mund të flasim për një arkiv komplete, sepse ka shumë që edhe jo ndjek, sigurisht, aty se ka pas në shoqat. Po nëse çdo herë një kopje ka marrë Rrugova, dhe çdo herë një kopje e keni marrë ju, çdo herë një kopje ka marrë dikush tjetër? Jo dhe domosdoshmërisht ashtu me saktësi, se kur ka po folti, unë po du me kuptu një farë arkive dhe arkivimi perfekt, profesional. Nuk ka qenë jo perfekt, jo perfekt. Por këto, për rrethanat, për kohë. Unë mendoj që mundet edhe dikush me pas. Tani është çështja e informatorëve, produkteve të qikut. Edhe që ato konsiderohen si material arkivor nëse janë. Ato kanë qenë edhe publike, ose gjysmë publike. E kujt është shtëpia ku sot banon familja e presidentit Rrugova? Shtëpia është sigurisht e familjes, me lekë. Zoja Fon Kush e ka tapin për atë? Sigurisht Zoja Fon e ka, po ta them sigurisht unë se di, sepse iniciatorë dhe fillet e asoj shtëpie janë prej meje. Unë jam njeriu i parë që i kom caktuar atë shtëpi, që i kom negocu, që i kom marrë mandat me të folë për atë shtëpi, por fundi nuk e di. Prej kujt? Qetë si ka qenë. Çështja e asoj shtëpie ka qenë kështu. Në zgjedhjet e para me 24 maj 1992, gjatë kthimit për i vetë votimit, Rrugova është sulmue me një vazo turshi. Që ajo ka ra, aty dhe i kem ikni aksidenti, incidenti, atentati dhe unë e kom marrë Rrugovën prej aty të kom largu. Dhe kom qute një bajanak i tina në Sefali. Ate ka banu 6 muj. Dhe ka qenë vendi pa përshtatshëm në një dhomë gjithantarë. Dhe është ndje nevoja e një shtëpije. Në udhtimin tonë në jashtë, kemi folë me Bukoshin edhe më ka vetë Bujar Bukoshi, kryeministri. Ku porin Rrugova që atje që... Kush ka qenë tjetër aty? Rrugova, Bukoshi dhe ju. Edhe unë ka mujtë edhe dikush tjetër me qenë, Hafiz Gagica, ose ku ta dijun. Dhe unë ja kom spjegu, i kom thonë kështu, të një bajanak i vetë por. Edhe që më ka thonë? Ka thonë, veç këte që po e thëmë une, do me thonë ka qenë Bukoshi, une dhe Rrugova. Dhe ka thonë, Adnan këqyrni një shtëpi edhe gjene atje edhe bisedoni, qoma një ofertën edhe hesni kësaj pune. Edhe unë e kom thonë, kësaj pune mu po më thu me ecë, po unë e kom një kusht të vogël. Për këtë punë duhet Ibrahim Rrugova me dhonë vizë, edhe duhet me qenë një bashkëpunëtor i kryesisë së LDK-s që me mu. Unë e logistikën e ngaj, po unë du me pas një referencë. Me to me qenë bashkë. Edhe ajmë ka thonë, apo i refuzon urnat e mija, tash kur më pyetje Ibrahim Rrugova, po, i refuzoj. Dhe Rrugova ka qenë që aty ka busqesh.
Dhe buzëqeshja ati ka qenë miratim. Pra Rugova nuk është njeri, se tash po flasim edhe po dojmë vërtetën me thonë, të ku marrë këtu me një logot të emisionit të fakte, dhe unë fakte do t'i thonë. Ti rregulloj këto fakte, tash artikuloj, bëni argumente. Dhe tash, unë po t'api fakte. Dhe tash, më ka thonë, kush në kryesi, i kom thonë Zenel Kelmendi, a është okej? Ka thonë po. Ka qenë edhe miki, unë jom këthyje në Prishtinë. Kur jom këthyje, kom thirë Zenelin edhe kom thonë, falë edhe me bujarin, kështu e kemi në ndat. Por, ka qenë një kusht ose një kërkesë e bujarit, që kjo punë mos më bëhe madhe, deri sa mos më shushurit me folë. Sepse ka qenë edhe një shtëpi tjetër ma herët e destinume kishe për Rugovën, që ai s'ka banu kurra s'ka qenë, dhe ajo shtëpia në aktash e Musa Haxhiut akademikut, po. Do me thonë, Bukoshi ju ka autorizu për me ble shtëpi. Ju keni dash me ble një shtëpi, nuk keni pranu me vendos Rugovën në shtëpinë e Musa Haxhiut në aktash për shkak se aty ka pas ekstremist serb për rreth. Edhe keni vendos me ble një shtëpi tjetër, lagjën Velania për shkak se aty ka qenë 100% shqiptarë dhe studentët i kanë ndjek ligjëratat në shtëpi private atje. Profesor Zeneli më ka thonë, Adnan. Ju keni ble shtëpinë e kujt? Jusuf Krasniqit. Po. Po tash më lejo se është e curi. Më ka thonë profesor Zeneli, Adnan, hec ti, vrapo se ti e njeri me logjistik, kur ki propozime ose takohemi dhe kështu ka ndonë. Dhe unë kam mendu ku duhet tjetë shtëpia Ibrahim Rugovës. Dhe kom thonën në një lagjë ku ka poshtë etnike e pastër, sepse edhe vetë lagjë është një farloj mburoje dhe sigurie Rugovës, dhe atëherë ka qenë Velania e stërmbushur me studentët dhe me tri. Dhe kom thonë kush ma shumë se trit dhe studentët kishin me qenë nesër mas nesëri Roj edhe Ibrahim Rugovës. Dhe kam shku në lagjën e Velanis. Njeriu e parë që e kom kontaktu rreth kësaj për me e pyet, ka qenë profesor akademiku Nezat Daci, se ka pas një shtëpi. Do me thonë, në atë kohë për një shtëpi të Ibrahim Rugovës, ke mujtë se cëllet mi u drejtu, edhe pësaj se ka pas në shitje, kush do të tjetë. Se qysh ndrysh, nuk ka qenë në sikur tash ti lyp një ofertë. Dhe kom shku te profesori, dhe kemi bisedu. Profesori më ka thonë, dhe është dëshmitare edhe zoja e ti, aty ka qenë prezente, ka thonën, për Ibrahim Rugovën, unë e jap shtëpinë. E shes shtëpi, por do më thonë nuk ka qenë kërkesë e ti, si me thonë, a i dojke me thonë që me qenë se o për Rugovën, okej. Dhe kur kemi folë, e ka pas shtëpinë e madhe, me bërë, me investimet më dha, ajo shtëpi është vlerësu 1 milion marka. Ka qenë qëmimi shtrejt, dhe s'keni vendosë mos mebli. Tash mu ka dok pak i shtrejt, do më thonë. Kur kom shku tash me pyt, edhe të disa tjera, unë e kom pasur, s'ka kom ditun edhe çmimet që shkanë qenë edhe. E kom pa që, do me thonë, aty shpi nër 5-600.000, 700, 800, 900 nuk. Dhe kom has në shtëpin e Jusuf Krasniqit. Edhe keni vendosë me kom thirë Jusufin edhe kom bisedu. Ai ka qenë një drejtor në Dardania, një par kompanije, dhe një njeri kogja i dashtu, një njeri shumë korrekt në këtë punë, dhe ka thonë Adnan, po, për Ibrahim Rugovën unë e shes. Shtëpin nën 800.000 euro, asni marka, po flasim tash, asni cent nuk e shes. Mirë po, për Ibrahim Rugovën i hjeku edhe 700.000 marka. Edhe ju e keni bli? Dhe, një minut, jo. Kom shku te profesori edhe ja kom referu e Rugovës. Dhe i kom thonë, çka po bojmë kryetar, kështu është. A i ka thonë, po kësër falë me Zenelin e me Bukoshin, do me thonë, një farë mënyre, ka dasht me thonë edhe qka, bëni ju që atë doni mu ves komunikoma ne, se Rugova ka qeni tilë në këto sende. Në një farë mënyre, ja kem lonë Kosovën ati, kënej, më pas të shqiptarhone që ma bëj shpidi, kjo është ajo që unë mund të thëmë në këtë distancë kohore. Dhe, qka kom bënë, kure kom pa që pak Rugova një farë mënyre si hezitojke, kom thonë, kryetar, e bojmë kështu, e bojmë me qira 6 mujt e parë, e mas 6 mujve po kësyrim, se ishe dhe komunikimi me Bukoshin pak e vështirë. E kom lutë, këtë Jusufin dhe ka pranuk. Ajo është marë me qira, edhe është një kontratë, është një letër që o bo për shfrytëzim të saj, dhe o konë qmimi i caktum, ato që me bo më mbetë sa, o konë besom që nuk e di që ta shtakt. Dhe kështu ka ndodhë, kanë kalu 6 muj, ne ati, asë si kem pagu qira, asë që ja kem ble shpin. Dhe kemi ardhë në një situatë koqatronë. Këtu ka pas hezitime mandej për i Bukoshit për bashkëpunim, dhe vetëmja mënyrë për me pas sot unë një dëshmi të te kur po flasë, që qito qapi flasë janë dëvërteta, janë letrat që unë ja kom dërgu Bukoshit. Se unë e kom ditë që s'kam tjetër argument për mi të regu dikujt që ka pëndodhë, sepse
Ai filloi me hezitun këtë punë, arsyet nuk e di, me pagu. Çka ka ndodhur me shtëpinë? A u ble, a u pagu? Një minutë, domethënë nuk u pagu shtëpia, hiç kaloi ke koha nuk u pagu dhe presioni i madh tash. Kryesia e LDK-s kishte impakt në këto se si konsultu. Rugova ishi vetëm që Zenel Kelmendi dhe Bukoshi. Bukoshi filloi mos me qenë korrekt ndaj këtyne sendeve që i ka bo edhe që i ka caktu vetë dhe kjo kështu ka shkuar. Mandej me Jusufin, Krasniqin, të ndjerin, kem kërku mirë kuptim që vjen dita dhe mandej ka pas iniciativa me bo me naj donacion me mbledh pare, ku ta di. Shkun Cyre, Lugano, për me taku biznesmen, për me mbledh para, se krejt këto i kumbo publiku, se ka pas tash edhe njerë që kam pengun këtë sen. E ka pas fjale, a u ble shtëpia? Në ndërkohë na ka dal në ndihmë një biznesmen i Kosovës, që i ka dhonën 200.000 marka hua për shtëpi. Dhe ato 200.000 marka i ka dhonën Adem Dëshishku Bali, i Lesnës. Edhe me ato u ble shtëpia, apo u pagu një pjesë? Me ato u jënë dhonë një pjesë shtëpia, u konë 700.000 euro e godit e bleme një farë mënyre, dhe jënë dhonë 200.000 euro të para, Jusuf Krasniqit, dhe këto jënë dhonë vitin 1996. Do më thonë, mere me mend sa kohë gjatë, kemi najt as pagojës, as kësi, as bile kë Jusufi ka pas edhe nevojë dhe për shëndet, se ka pas shëndetin e keq dhe... Çka ka ndodhur mandej? A pagu pjesa tjetër? Mandej, do më thonë po flasim për vitin 96, mandej ka fillu, është pagu edhe një pjesë për këshillit për financim, ky Kastrati, Ismail Kastrati ka ndihmu, dikun nëse nuk gaboj edhe 100.000, 200.000, sakt nuk e di, mandej iniciativa për mja kthyje këtij Dëshishkut, se do më thonë jëmë konë mjetit të huazume, por nuk kem pas presion, a i ka toleru, dhe edhe këtu kem pas vështërsi, dhe lufta në kanë zonë në këtë send pa përfundu, me disa. Dhe mandej, jemi këthy, dijet historia, krejt asaj, unë jam tërhjek dhe mas andej shtëpia është pague në forma që unë s'jam kompetent asë nuk e di. Edhe tapin mbi shtëpinë kush e ka, e dini? Me siguri shtëpia është në familje, por ai tani konsiderohet për Ministrisë Kulturës me domethënë në mbrojtje trashëgimisë kulturore, të objekte të trashëgimisë kulturore. Shfrytëzohet edhe pe Po të zgatëm shumë, këto mendova që kemi me kry më shpejt. Kalojmë te raportet e Rrugovës me të tjerë. Cilat kanë qenë sipas jush? Ju keni qenë për 10 vjet afër Rrugovës, përveç shofer, shoqërues, shef i protokollit, sekretar teknik i presidencës, siç u ka prezantuar mes viteve 90-ta kur Këto çka pi thujun kon veprimet mia. Cilat kanë qenë raportet e Rrugovës me bashkëpunëtorët e tij sipas jush? Rrugova ka pas komunikim, ty ditë që është një intelektual i ardhur për botës të letërsisë, e studiuese, kritik ku ta diun, ai veç i ka pas të etabluar me disa raporte marrëdhënie të njerëzve dhe kryesisht edhe që ata kanë qenë të kyçën në ato udhëheqjen e parë. Sabri Hamiti, Recep Ismaili, kush ka qenë Ali Aliu, që ta të partë Mehmet Kraja, Ibrahim Berisha, Xhemail Mustafa, që do të thotë që ata bashkëpunëtora i ka pas edhe me që shok. Këne ka qmu mas shumë ti për i bashkëpunëtorëve ti? Tash kjo është paragjykuese këne ka qmu. Sipas jush, vlerësimi? A i ka kryesisht që ta të partë afër Sabri Hamiti, Recep Ismaili, Xhemail Mustafa, Ali Aliu, Ibrahim Berishën, e ka respektu qmu dhe ka dasht, se ka pas një farë refleksi veçantë Ibrahim Berisha dhe ka pas Rrugova një letë themi simpatit veçantë, që unë ja pas në vrejt dhe tash në këtë pyetje kështu po të përgjezne. Për ndryshe, a i ka pas vlerësim të madhe dhe për shumë njerëz tjerë. Ka nuk e ka qmu për i bashkëpunëtorëve ti? Nuk e di, nuk mundesh me thonë. Jo në që s'muna me thonë, po Rrugova ka qenë shumë i gjonë dhe vështirë, ke mujti me zbulu ato eventualisht diçka. Cilat kanë qenë raportet e ti me kundërshtarët? Tani po mendojmë kundërshtar politik. Politik. Ato mas mirë të edhe krejt publiku dhe i tash. Ibrahim Rrugova kur në germ, si me thonë kritikave të ardhuna, dasha mirë se dasha ketë se të ngushta e tjera, si ka përgjez. I ka injoru shkur Shqip, por ai mi mbajt mend. I ka mbajt mend, por kur nuk është takmar. Edhe i ka përcjell, nuk që i ka shpërfill. Në veti i ka mbajt dhe i ka dit, por ai nuk është marrë, dhe me thonë. Nëse konsiderohet, penzojmë, rasti i profesorit Gjepqosës, që mendohet që ka qenë një ose i Demaçi, po. Demaçi është diçka tjetër. Demaçi është diçka tjetër. Demaçi është ustahi shumë sendeve. Dhe Demaçi edhe ty edhe mua edhe Ibrahim Rrugovës ka pas drejt tak, ka i shapull më në dhonë, sepse i ka pas këto. Tash,
duhet me pranu që në popull ekziston një njeri që ka drejt gjithhere. Dhe ajo është Adem Demoqi, për mendim tim. Po qosja që pëjzojmë se një bashkëpunëtor i ti ku ta diun, kur Ibrahim Rugova nuk o marë me te edhe kundër ti, sepse është stil edhe mënyrë e ti. Por, në Rambuje, komunikimi dhe bashkëpunimi më i afërt në momente kyçe ka qenë mes Rugovës edhe qosjes. Qaj qosja kundërshtar dhe Rugova i kritikum për ti, në një moment kritik, do me thonë, ata kanë bashkëvepru dhe në Rambuje e kanë dhonë provimin në situata kyçe. Qosin e Demoqin i ka pas ma shumë kundërshtar politik, po kritik tjerë që kanë shkru kritika në për gazetat ditore ose javore të kohës. Po tash kanë qenë diçka, i sendet e shkrume i ka përcjell, ty qenë edhe letron. Këne ka ledzu, këne ka shumë mas shumë tipi kritikëve ti që s'kam pas ambicje për mja marë pushtetit. Po tash, këto jenë para edhe të mija, Gjemal Mustafën e ka pas për hatër edhe ka qmu, se edhe ka pas intelekt, edhe ka pas edukate, kush tjetër mund të thash sa Briamitën e ka qmu shumë. Jo, këta kanë qenë mrenda ti, po ata që kanë shkru në për gazetat e kohës, vështrime, kritike, komente. Po që ata që kanë qenë aktiv në atë kohë, Veto Suroj, Shkëllëzën Maliqi, Blerim Shala, kush kanë qenë tjerë? Rugova me këta ka majtë komunikim, dhe këta e kam pas një vokabular, kam pas një diskurs, le të themi nashta pak të opozitarizmit, por me gjitha të në që është e kyqe kanë qenë bashkëpunus në përgjithësi, bile, këta që i përmende, si Veton Suroj, si Shkëllëzën Maliqi, si Azem Vllasi, si Mahmut Bakale, si Blerim Shala, ka qenë njerëz, aty hen edhe Alin Matoshi e tjerë, kanë qenë njerëz që kanë ardhur rregullisht në takime me Rugovën. Do me thonë, ata kanë pas një temë, kanë pas një pyetje, kanë pas një konsult e tjera. Dhe kur s'ka qenë dera mbyllët për ta, dhe kanë qenë të rregullt. Cilat kanë qenë? Ilas Kurteshi për shembull, ka qenë i rregullt. Cilat kanë qenë raportet e tij me bashkëpunëtorët e tij kryesor, për shembull me Bujar Bukoshin, si kryeministri i qeverisë Kosovës, para se mu bu kryeministër sekretari i përgjithshëm i LDK-s. Me Femi Aganin, me Hydrat Hyseni, mas pari me Bujar Bukoshin. Fillimisht Bujar Bukoshi bën pjesë në grupin e njerëzve dhe veprimtarëve të parë. Dhe ai me vete në farë mënyre, guxojmë i thonë grupi Bujarit, edhe pse veç për shpjegim për thonë, se s'është kush ka qenë Binak Kastrati, ka qenë Zenel Kelmendi, ka qenë Abdyl Krasniqi, s'po më kujtohet, edhe mjek që kanë qenë kogja shumë. Janë konsideru sepse le të themi e kanë pas një farë përfaqësuesi tyne që ka qenë kryesi. Dhe Bukoshi ka qenë shumë aktiv edhe tamam punën e sekretarit se duhet një operativ, duhet një ekzekutus i tyne. Për fillim, dhe çdo gjë ka qenë volontere dhe ka pas simpat. Prej momentit kur ajo është nominue për kryeministër dhe ka fillu punën në Excel. Pas një kohë, aty kanë fillu me ndryshu, sepse unë mendoj që Bukoshi nuk e ka kuptu, s'ka dash nashta edhe me kuptu, ose ka pas naivitete që ai ka dalë jashtë për dy arsye. Ai ka dalë jashtë me afru shqiptar, mi unifiku shqiptarët edhe me mbledh pare sa ma shumë. Për çto dy sene, ai pa të filluar mu marr me senet mëdha dhe na e dim. Mos dalë tash krejt ka fundi, po për shembull ai ka qit numër të ushtarëve sa mund mi bë Kosova. 200.000 po. Dhe aty e ka prek drejt për drejt projektin dhe idenë e Ibrahim Rugovës, se Ibrahim Rugova nuk kam qenë ma pak për luftë se Bukoshi, por ai diskursin politik e ka pas ndryshe. Atë kanë qenë raportet e tij me? Në fillim kanë qenë të mira, mas andej nuk kanë qenë për lakmi. Pse? Sepse ka pas hezitime nga ana e Rugovës për disa aktivitete që ai ka pas, i ka bo. Për shembull, ka dalë me disa teza pak ma militareske, ka dalë ma radikale, ka dalë me disa shkresa jo të koordinume, mandej edhe në planin, ai pa të fillu mas andej edhe nemën këshet një farë regullushmënie të papirologisë edhe mi ndalë edhe financimet për aktivitetin e Rugovës, edhe në Prishtinë, po edhe jashtë. Dhe këtu kemë pësue traumat mëdha, dhe mas shumë të jone, sepse unë jam konë njeriu që për disa shpenzime i ku marrë. Dhe kjo ka ndiku në ftofjen e raporteve me Rugovës? Ka pas komunikim mes tyne? Ka fillu Ka pas komunikim, po se sa ka dalë jashtë, por nuk ka qenë i ngrohtë. Edhe ka fillu me u rrallu? Po tash jashtë kudo që kemi shkue, zakonisht jemi taku se edhe ai ka ardhur. Ftese pa ftese, u boni takim në Amerikë, ai ka ardhur në linja të veta në Amerikë, na kemi shkue në tonat,
Tash aty s'kem pas të lashe financave se ka qenë ai. Po dikur mas andej kemi ardhur për shembull. Po ka pas vështirësi me komuniku me Rugovën ai? Ai ka thirrë disa herë në telefon. Ai ka qenë njeri që ka dashur, për shembull, ka thirrë në telefon, ka thonë ama Rugovën, se Rugovën ka thirrë kryeministri i tij. Po Rugova ka njëri që hezitues për dy arsye. Një, shumë me fol, nuk ka dashur publikisht dhe komunikimin në telefon e ka konsideruar si publikisht sepse organet e rendit e ndjekun atë bisedë. Dhe ai s'ka dashur, Bukoshi ka qenë i drejtë për çdo, ka thonë ama dhe shpeshherë këtu kam pas konflikte edhe unë. Se njeriu që ka dashur me fol me Ibrahim Rugovën, thirrja ka kaluar nëpërmes meje. Se kështu ka qenë. Edhe kur s'ka dashur ai me fol me to, se ka qenë i nxanë, se s'ka qenë i gatshëm për bisedë. Po Adnan, çka qysh që Rugovën, thash, kum thon prit, jam shku te Rugova, so kon ta kem ose s'ka dashur. S'ka qenë disponim, që është drejtë e tij dhe unë jam dal, edhe ndaj meje ka pas sjellje jo korrekte, edhe verbale në atë rast, edhe unë jam detyruar dhe i kum thon apo do me fol me Ibrahim Rugovën a me mua. Ka thonë me Rugovën, e i kum thonë për me Rugovën me fol, vendosaj. Ndash me mu e vendosi unë. Dhe ka qenë këvar kreshin mes. Bile, edhe unë s'moj mu lavdu me raporte në lidhe me Bukoshin fare. Po si do që tjetë unë kom qenë shumë korrekt ndaj ti dhe s'kom dashtë. Edhe pse kom pas arsye të mëdha, letë themin, thoi Zamio Akmer për cilit, edhe ndaj meje personalisht, sepse i ka bo do gafe në raport me mu, por më të ndaj ka kërku falje dhe unë s'jom marrë me atësa. Si cilat kanë qenë raportet e Rugovës me Femi Aganin, bashkëpunëtorin e tij më të afërt? Ai ka qenë shpirti qetësues i krejt procesit. Një. E dyta ka qenë prodhuesi desh. Rugova ka pas krah djathtë çmojt para mbrapa. Femi Agani ka qenë personalitet që e ka përfaqësuar ose që ka qenë kryekput i lidhur edhe mas andej me grupet e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Domethënë, Ibrahim Femi Agani ka njeriu i parë që ja ka komunikuar pozitën e ministrit mbrojtjes Anton Golës, që i bie se Rugova i ka thonë Antonit, fol me to. Kur i ka thonën Femi Agani Antonit këtë çështje që kështu është mendu ti ta marrësh këtë digaster, Antoni ka thonë vetë edhe te une që thot po e pranoj, po megjithatë unë duna në farë miratimit Rugovës. Ka dosjesh. Po cilat kanë qenë raportet e tij me Femi Aganin? Kam pas përplasje? Përplasje nuk ka pas, po Agani ka mujt me qenë edhe kritik në do situata. Pse për shembull? Nuk po them që ka qenë ma radikal Agani. Ai nashtan në filozofi të thella po ka qenë, po në manifestim ne po flasim për një njeri me kulturë qellore. Dhe ti kur nuk mundesh me ia nxit dikon negativitetin me ia xhet Aganit. Se edhe ka pas vrejtje për Rugovën. Ai ka pas situata kur për shembull në vendimarrje Rugova ka qenë më i kadalshëm, më i plagësht. Ma ka thonë ka dalë, të presi me kuta dijun. Dhe tash, shpesh Bili Agani me ironie ka thonë, ka njëherë po ati i shkon se ka qenë spirituas. Se ta ne u ndërtu edhe një met për muë, se s'po du me qitë vetën, që Adnani është dere hekur, të Adnani se lejo kërkon të Rugova kuta dijun. Bile shpesh Agani pak si me humor ju ka thonë tjerve, kur e kam pyet diçka. Dhe kryesisht kjo ka qenë kjo tash bota, le të theme, opozitare, ose këta shoqërisë civile, vetoni, blerimi e tjerë që kanë komuniku me Aganin. Dhe në ai rast, kur ka qenë temë Rugova, të kanë thonë shko folni me Adnanin. Po cilat kanë qenë vrejtjet e Femi Aganit? Po, në vendimet caktume, për shembull, çka do që tjetë ajo? Fjala vjen, tash ka mujt me qenë propozim për një kandidat për një përfaqësues. Ka qenë njëri që ka pas mas shumë t'i vrejtje? Në to? Për Rugovën? Tash mas shumë ti nuk është që ka pas vrejtje dhe të manifestume, po ka pas, fjala vjen a i gjithë të rëkoni disiplinum partija kështë Agani, edhe pse ka qenë profesori i Rugovës. Do me thonë dhe ti sa dush tash thuj vrejtje, kundërshtime e krejt, fund ka dalë rezultati që manifestimin aje ka pas shumë lojal ndaj Rugovës. Ty përfundu me kuvendin e... Në një intervjistë që keni thonë vitin 2003, ju keni thonë Femi Agani kishte shumë shqetësime. Idetë e tij dhe hidhërimet e tij Rugova nuk i përfillte. Agani kishte shumë vrejtje, por ishte shumë i kulturuar dhe i respektonte autoritetet, prandaj nuk bënte gjeste rebeluese. Ai ka qenë njeriu që më shumti ka pas vrejtje te zoti Rugova. Tani kur të them më shumti ka pas më të thella sepse u kon Femi Agani. Keni thonë atëherë, jo sot. Po unë tash po interpretoj që ato që e kom thonë atëherë, po du m'ja dhon kuptimin
pse i kom qujt mas shumë të, jo në kuptim të sasisë, ndoshta edhe pse fjala është shumë mirë si semantike nxirrt, por megjithatë e ardhen prej aganit edhe me kon si presion ose si ide, me e thonë një herë për mu ka vlet ma shumë se 10 herë dikush tjetër. Në këtë intervistë keni thonë tutje, Agani kishte një thënie shumë interesante. Adnan, po hy të rrugova me një bagazh të madh. Kur po hy brenda, nuk e di se çka po ndodh. A është ajo zyrë shumë e nxehtë nga stufa termoakumuluese dhe po më zbut, po kur po dal ndryshe. E kur po kthjellohem, prapë po nervozohem që nuk kam arrit asgjë. Okej. Thash, Femi Agani ka ndajt me krejt botën tjetër jashtë Ibrahim Rrugovës dhe jashtë LDK-s. Jo kur thëm jashtë si kundërshtar, por që s'kan qenë të integrum në LDK ose që në farë mënyrë si jonkon ato ingranazhat e institucionit si presidencë dhe si parti. Njeriu që ka ndajt dhe që ka qenë i Rrugovës dhe përfaqësues ka qenë Agani. Tash në taborin tjetër gjithherë është zhvillu një ton kritik ndaj Ibrahim Rrugovës. Dhe tash çato e kanë mush Aganin, edhe Agani ka qenë si përcjellës dhe ka ardhen me hy te Rrugova i mbushun me diçka. Dhe kur ka hy, ndalje thoj kja Adnan, po hy mi thon diçka edhe të jatë farë stufë spianol. Okej, të jatë stufë spianol kur nxet, edhe ai po profesor po, edhe kur po his po di pse hina edhe dola. Do të thonë këtë aspekt sepse ka qenë stili Rrugovës për situata të caktuara. As Rrugova as Agani nuk janë gjallë. Po. Këto që i citova i keni thonë kur Agani s'ka qenë gjallë në vitin 2003, por Rrugova ka qenë gjallë. Cilat kanë qenë raportet me Hidayet Hyseni? Të Rrugovës. Të Rrugovës. Tani Rrugova, raportet me Hidayetin i ka pas korrekte. Hidayeti ka qenë njeri në një farë mënyre, se pyetje s'ma bone pa ajo dihet, një farë fraksionin dashtu i intensifikum, dash i pa intensifikum. Dy grupe, grupi i Hidayetit edhe grupi i Aganit, ose grupi i enverestëve dhe i titestëve. Ato tipe e kështu janë njoftë në popull. Okej, dhe tash. Si në krye është konsideruar Hidayeti. Unë Hidayetin e kom cilësu edhe në përgjithësi këtë grup si korrekt, sepse unë e kom jënë dëshmitar i takimit të ishtë burgosën e politik ku ka qenë edhe Hidayet Hyseni fjalë për fjale të një takimit parë në vitin 91 ku ka qenë, do me thonë, lojalitet i shprehun, por edhe me një dozë të një pikpamje, ndoshta që e kogja eksplicite, që Rrugova e ka majtë si të heshtur. Dhe këte ka përfaqësu Hidayet Hyseni. Deri sa, sepse në kuvendin e dytë fjala vjen, përmi 10 antarë të kryesisë ka qenë ishtë burgosën politik. Ose nëse dem kështu më u shpreh, gati gjysën e kryesisë e ka pas Hidayet Hyseni. Ktu kanë qenë dy grupe. Grupi i Hidayetit, grupi i Femi Aganit. I ka shfrytzuar Rrugova ndasit ose përçarjet ose antagonizmat mes tyre dy grupeve. Tani unë e them kështu edhe simbolikisht po ta them ti. Hidayeti edhe në përgjithësi të burgosit politik kanë pas një edukat të veçantë. Dhe unë për këto, do me thonë, i kom admiruar për kohë. Dy palët kanë pas edukat të veçantë, edhe grupi i Hidayetit edhe grupi i Femi Aganit, pa i ka shfrytzuar, pyetja ishte ai ka shfrytzuar Rrugova ndasit. Kur të flet për Femi Aganit dhe tjerët, flet për një grup që shumë dallojnë prej këtyne. Dhe të dytë bashkë kanë qenë, do me thonë, këto që e the, të kulturum, të edukum. Dhe kjo, si me thonën, Ibrahim Rrugova është ndodhë në mes. Bile unë pak, nëse do në pak me thonë kështu me një hiperbolizum pak, mi adhon edhe në dimenzion kështu pak euforik, a i ka qenë si një farë shqiponje në mes me dy krah në qatë kohë. Edhe i ka shfrytzu këta dy krah. Knej Aganin, knej edhe vetë ka jetë drejtemi ka dhënë. Në mes, në grupin e ti kanë qenë këta shkrimtarët dhe themelues të LDK-s, Mehmet Kraja, Milazim Krasniqi, Ibrahim Berisha. Paka shumë, po, ata kanë qenë aty. Njëri pityne në një intervistë gjatë që e ka dhënë mas luftës, thotë që Rrugova i ka shfrytzu ndasit mes tyre dy grupeve shumë mirë. Sa herë ka bisedu me grupin e Aganit, i ka kundërshtu grupin e Hidayetit, kur ka bisedu me grupin e Hidayetit, e ka kundërshtu grupin e Aganit. Po, dhe për këto më ta vërtetu me një dhanë shumë thjesht të vogël. Ibrahim Rrugova ka qenë pak kontestueshëm si lider i partisë dhe i Kosovës. Të dy grupeve. Të dy grupe, e ty fillu për matë madhet e që është Adem Demaci. Kur Adem Demaci, çështjen e legjitimitetit dhe legalitetit të Ibrahim Rrugovës si kryetar të Kosovës nuk e ka vu në pyetje. Dhe i 98. Mirë dhe, tash dhe i 98-ën ai ka mujtë mos mu majtë, zgjedhet 98-ën ai prapë kishmet president edhe në luftë. Ai tash aty mos tim se është temë ose edhe letim. Por këte ta vërtetoj me një deklarat për shembull të Jakub Krasniqit në Këshillin Qendror të LDK-s të dalën prej kuvendit fundit që është majtë në vitin 1998.
ku thot, në mbledhje thot tekstualisht, po ta citoj, ekzitojnë xhirimet. Ne kur ka thonë ne ai në një farë mënyrë ne që po kundërshtojmë, se ka pas antagonizëm aty dihet që ka përfunduar kuvend, ka thonë ne nuk ta kontestojmë ty pozitën e zgjedhjes së kryetar i LDK-s, se po flasim për kuvendin e LDK-s fillimisht. Thot, por kryesin nuk e pranojmë, edhe vendi ku është mbajt nuk ka qenë adekuat. Në një mënyrë ka thirr dhe po flasim për shkurt, fund shkurtit 1998. Pak para Likoçanit. Në një farë mënyrë ka lyp rimbajtjet kuvendit ose anulim të aty. Ju keni qenë organizatori 3 kuvendeve të LDK-s që janë marrë gjatë viteve 90. Logjistik. Me Dresden vitin 1991, në restorant Show në vitin 1994 dhe restorant Dora në 98. Po, vërtet. Në alebi pak të ky 98-ës është më i rëndësishëm për shkak edhe të çarjes që ndodh aty. Grupi i Lojit Hysenit e braktis LDK-n, Femi Agani mbetet jashtë kryesisë me grupin e vet. Po, ajo tash çështja. Çka ka ndodhur realisht këtu sipas jush? Ajo ka qenë rezultate dhe situatë e dalne edhe prej ma herët, domethënë se dihet që prej konferencës Daytonit kanë filluar në një farë mënyrë kundërshtimet dhe prej protestave të studentëve në shtator të vitit 1997. Domethënë dhe ato kanë qenë domethënë kulme dhe zbrazja në kuvend. Domethënë është pa në një farë mënyre, unë mendoj që... Kanë qenë protestat e 1 tetorit 97, ka qenë dalja në skenë publike UÇK-s 28 nëntor 97 në Laush, edhe mas 2 muajve po mahet kuvendi, pak para Likoçanit edhe prekazit. Ai kuvend si institucion për mu mbajt nuk o kontestu për i kërku, që ka qenë i rregullt edhe krejt në rregull jemi. Problemi është që veç kanë ekzistuar këto fraksione, dhe pikpamjet dhe kundërshtimet ndaj Rukovës janë manifestuar edhe ma herët. Dhe është ditë jo, ka pas edhe njerëz që kanë shu kryesinë e LDK-s, e cenonit masandej kryesin ose në i vend udhëhec që me qu sinjal që... Cili ka qenë roli Rugovës këtu? Roli Rugovës ka qenë Kosova. A ka qenë gjithçka në rregull në këtë kuvend? A ka qenë gjithçka në rregull? Po tash aty ka pas gjana sepse fillimisht ka dhënë dorëheqje dhe ka kërku mos mu votu krejt kryesia ekzistuese veç namën tani te i kalimit situatës se aty ka agravu situata. A ka qenë sipas jush Rugova në nivel detyrës në këtë kuvend? Po tash në paraqitjet publike Ibrahim Rugova gjithherë ka qenë i tillë që mos me u shpreh ose publikisht me dal, si me thonë, mos tom jo serioz, po edhe mos me dal shumë njeri që i kallxon edhe problemet e shtëpisë. Ai në publik është rru shumë. Ka pas do me thonë si pikpamje, si strategji. Po ka qenë apo s'ka qenë në nivel të detyrës? Unë mendoj që ai punën e vet e ka kryer. A ka qenë gjithçka në rregull në këtë kuvend sipas teje? S'ka pas çka se ti pe pyet një njerëz që ka organizuar logjistikën dhe logjistikisht ka qenë çdo gjë në rregull, por politikisht që kom pa dhe përmbajtësisht procedurat janë respektuar të gjitha. Bile ka pas fjalime, ka gjë shumë dhe fundit ka vendosur disa drafte. Ka pas disa drafte për programin e LDK-s. Ka pas demokraci ma shumë se sa që fond kanë vendosur gishtat si do të thotë. Në një intervistë prap më njëherë mas luftës, kur keni dalë prej presidencës, rezidencës, çdo koft, lidhur me kuvendin e tretë LDK-s që është majt në Dora në shkurt vitin 1998, keni thonë në këtë situatë Rugova mori rolin e njeriu që duhet gjetë zgjidhje nga ky kaos. Ishin disa gjëra jo të rregullta, se për shembull çështja e votimeve. Mendoj se zoti Rugova nuk ishte në nivel të detyrës në këtë kuvend. Zoti Rugova i hoqi qafe fraksionet, zgjodhi një kryesi të kompromisit, njerëz të dëgjueshëm, njerëz turp, njerëz që i bënin amen për çdo gjë. Po, sepse pjesa e ishte burgosën e politik abstenojnë çdo gjë. Kryesia e vjetër për ta ngro pak situatën dha dorëheqje dhe tha neve mos na përfshi dhe çaj mbet te Ibrahim Rugovës tjetër përpos me i zgjedh njerëzit. Dhe në përgjithësi tash në këtë 4 orë. Do me thonë nuk u kon gjithçka në rregull. Nuk u kon gjithçka në rregull. Po nuk u konde dhe po i them, por nuk mund na këto krejt këtë ngjarje me nxjerr profet Ibrahim Rugovën si të pafajshëm në gjithçka, se fundit krejt fajsinë dhe përgjithësinë ka pas ai. Dhe aty ka pas tash unë për shembull mund të them që faji ka qenë pse ma heret nuk ka punu në zbutjet situatës. Por, mos të harrojmë që ka qenë në një luft, do me thonë, ka qenë në mes ku dasht me dajt drejtsin në mes disa njerëzve me ambicjet ngushta, dhe mos të harrojmë që po flasim për kohën kur Ibrahim Rugova është tentu të eliminohet nga skena.
do më thonë të marginalizohet. Prej kujt? Prej grupeve të shumta, do më thonë. Prej grupeve të shumta që kryesisht kanë Brenda dhe jashtë LDK. Absolutisht po. Po kjo dihet, është diçka që edhe krejt këto, kjo është manifestuar me një farë nervozizmit përgjithshëm. Dhe Ibrahim Rugova në situatë të tillë çka duhet me bë, o duhet për me shtyje procedurën përpara me zgjedh do njerëz. Tash vim deri te lufta në Kosovë, domethënë. Rugova ka qenë kategorik kundër luftës gjatë këtij viteve 90-ta. Ose paktën gjysmën e parë të viteve 90-ta, por gjysmën e dekadës ka qenë. Jo, ai ka qenë kundër luftës, me ndodh lufta po, por s'ka qenë njëri që ka mohu luftën edhe mundësinë për me ndodh lufta. Dhe ka qenë njeriu i parë që ka bëu veprimet. Në takimet me Tom Berishën, generalin që ka vepruar në Kroaci, mandej edhe me Xhavit Halitin, ai ka kundërshtuar kategorikisht me u përfshi në. Unë jam dëshmitar i një situate ku në Hotel Dajti në Tiranë, për shembull, kemi qenë Azem Hajdari, Ibrahim Rugova, unë, Tom Berisha, po, kryesor, edhe disa tjerë kanë qenë aty, Avni Spahiu, u qu Toma me shku në aeroport se kishte fluturimin, ne ishim ty e najtë në koridor në fer tavolinë dhe u qu në komë. E rahi tavolinë, i tha Ibrahim Rugova, ki kujdes se po e merë përcipër përgjithësi të madhe në një farë mënyrë që s'po hin luftë dhe që s'po thret për luftë. Dhe thot, pe i merë do përgjithësi të mëdha. Ibrahim Rugova veç u qu në komë, ja rrehi kratë me busqeshin e ti, tha, mirë, s'ka problem, mirë. Ai ka shkue Tom Berisha i nervozum, po edhe neve për rreth pak na nervozue në këtë rast. Dhe unë këtu e kom kuptu që ky tendenca e grupit, e një grupi për mudhez lufta ka qenë. Bile kjo shihet edhe në Stubiske Toplit, që është majt, që është kriju një union dhe ka pas, por Ibrahim Rugova këtu ka lundruar në mënyrë perfekte. Ka qenë kategorikisht kundër. Dhe në takimet me... Po dhe në takimet me tjerë. Tuxmanin që i ka pas që në të fundit ka qenë edhe në prezent të Kroacisë. Atëherë, aty definitivisht Ibrahim Rugova të njëjtat fjalë ku. Ai kur në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë le të themi dëvrasht nuk e ka mohuar tendencën e tyre, po gjithherë, domethënë ka amortizuar dhe në fund dobre. Takimet me Tomën, takimet me Xhavit Halitin në Lugano dhe këto gjithëra ka thënë, unë nuk jam njeri që nuk i kuptoj këto që po thonë, jo, po ashtu jam njeri që i kuptoj se cilat janë pasojat. Unë do ta bëj punën time, unë kam një filozofi tjetër. Si ka mendu me s'lu Kosovën pa luftë? Po s'është që ka mendu e pa luftë. Ka punu për luftë? Jo, ka punu shumë. Në fillim, ka punu. Dihet që ati i atribuon ushtrimet ushtarake. Tash për i këtyne ushtrimet ushtarake se jo mbosi temat shumëta. Nuk do të as me i rritë sas janë, po jo edhe minimizu. Që ajo është bo me bekimin e Rugovës edhe me njohjen dhe pranimin e tij. Edhe me Ramiz Alinë dhe me diasporën shqiptare. Po çka kanë ndodhur mas asaj? Kanë qenë dy ushtrime në vitin 91, grupi Adem Jasharit, grupi Zahir Bayazidit, që ndërprer dhe mos ka ndodhur kurrë deri në vitin 97. Pse s'po pyet kërkush pse ka ndodhur kjo? Pendohet. Sepse kjo ka qenë nën kritikën e madhe të ndërkombëtarëve. Që i bën që Ibrahim Rugova këto e ka bënë në një farë mënyre, edhe ose është pajtu pak se në heshtje, sepse ka ditë disponimin për ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët mandej kanë bërë presione të mëdha edhe në Shqipëri, po edhe në Kosovë te Ibrahim Rugova. Po pse nuk është përfshi? Kursi i përgatitjes për luftë nuk është në herë tash për tash dhe këtë porosinë ka pru Cimermanin Prishtinë. Po pse nuk është përfshi në luftë LDK në vitin 97, 98? Kush e ka bërë luftën përpos veprimtarëve ose a mundesh mi mohuti veprimtarët e LDK-s në luftë? Kreun e LDK-s, po them jo veprimtarët e LDK-s. Kreu LDK-s u konë Femi Agani për luftë. Dhe në intervistë mas luftës në vitin 2003, mas që keni dalë prej presidencës, në vitin 2003, do me thonë gati 3 vite mas që keni dalë, keni thonë që të lufta shihet një abstenim total i kreut LDK-s. Kreu i LDK-s nuk ka dashur ta thot publikisht, por ka lënë të kuptojë se ata nuk dëshirojnë fare të jenë të involvuar në punën e luftës. E keni thonë vitin 2003, mas luftës. Po, e vërtet është. Sot po e thonin një sen krejt kundër. Jo, s'petëm të kundër. Po thoni që ka qenë i përfshim LDK-ja dhe kreu i LDK-s në luftë. Kto keni thonë që s'ka qenë i përfshim. Diskurs i komunikimit në publik. Në publik Ibrahim Rugova se ka bëu këtë. Pse nuk ka dashur me pas një kanal komunikimi me strukturat e UÇK-s Rugova dhe sa i takon sigurisë vet? Ka pas me Femi Aganin. Po në vitin 2003 ju keni thonë që nuk ka pas. Sa i takon sigurisë zotit Rugova nëse ndodhin sulmet e NATO-s, në atë kohë më ka rënë ndërmend që ta organizoj një kanal komunikimi me strukturat e UÇK-s.
që nëse ndodh ndonjë situatë e pakëndshme, të kërkojnë ndihmë sepse e kanë ditur që UÇK-ja ka shërbime të tilla të organizuara dhe kjo ishte detyrë një ushtrie të organizuar mirë siç ishte UÇK-ja. Unë nuk kam pa vullnet dhe gatishmëri nga bashkëpunëtorët e zotit Rugova, e as nga vetë zoti Rugova, që do të isha i mirë pritur nëse unë do ta bëja një komunikim të tillë me UÇK-n. E vërtet është, sepse Kto se keni thonë gjatë luftës, to e keni thonë mas luftës. Krejt në rregull është kjo. Dhe kështu edhe ka ndodhur. Domethënë s'kemi pas kanal komunikimi, po flas të nivelet ku unë mirëna me siguri ti, por kanalet komunikimit kuptim strategjisë, bot kuptimit e filozofisë. Si ka prit Rugova paraqitjen e UÇK-s? Ka qenë i shqetësuar? Na kemi qenë jashtë dhe në qatë kohë kemi ardhur prej jashtit. Ati ju është komuniku më ndej dhe i kanë treguar domethënë njerëz që kanë qenë për shkak, ka qenë Recep Gjergji, Fatmir Sejdi ju kanë marrë aty fjalim në Tubim kur kanë dalë këta tre. Po si e ka prit ai? Ka qenë i shqetësuar? Ai ka prit normalisht, tash unë ti pe pyet një njerëz që ka qenë me te dhe po ma lyp për shtypjen asoj kohës. Unë çfarë them? Ai ka prit këto me një relativitet, domethënë nuk ka dashur ta manifestoj sepse Ibrahim Rugova ka qenë marrëveshje me amerikanë që kjo luftë që po ndodh me qenë luftë e kontrolluar dhe është kontrolluar për amerikanëve dhe ajo dihet. Çfarë është dashur të bëjë Rugova sipas paraqitjes së UÇK-s? Kanë qenë deklaratat e tij korrekte sipas teje? Unë mendoj se ty marr parasysh strategjinë e tij, projektin e tij, komunikimin e tij me ndërkombëtar dhe kryesisht me Amerikë, domethënë ai ka qenë konform kësaj dhe nuk kam çka i shtoj e i thjeku, por ka keq interpretime dhe keq përdorje të situatave të caktuara. Ka shumë deklarata, për shembull deklarata UÇK-ja Dorës Gjatun e Serbisë, nëse ke hulum tuti, thuma në këtë intervistën e vitit 2003 keni thonë që lidhur me paraqitjen e UÇK-s dhe se ka prit Rugova, këto keni thonë që Rugova kishte një shqetësim, i cili shpreh edhe në komunikim me publikun, por edhe në takime me të huajt pas daljes së UÇK-s. Po këto ta thash. Sipas mendimit tim keni thonë që pas daljes të UÇK-s në Laush është dashur të ketë një përmbillësim dhe një modifikim të fjalorit në komunikimin me publikun dhe me diplomacinë e jashtme. Po, e vërtet. Pas kësaj keni thonë që është dashur të kthjelloheshin në fjalor dhe në koncept dhe në paraqitjet e tyre publike përfaqësues politik të Kosovës. Po, e vërtet. Sepse ai edhe ka manifestuar në takim me Gellbart. Është njeriu që ka rrot tavolinën Gellbartit dhe ka evidenca sot për emërtimin si terrorist dhe e dim këtë. Dhe pasaj pa të ndodhur prekazin e dim dhe dihet mandej epilogu. Dhe dihet reagimi i Rugovës me shpallje ditëzie dhe manifestim të krejt shqetësimit të tij dhe aktivitetit diplomatik në rastin e epopesë së prekazit, ku ka ftuar menere grupin e kontaktit. Pse ka refuzuar me qenë se e përmende prekazin? Pse ka refuzuar zoti Rugova me vizitu prekazin mas luftës? Tani kam qenë disa tendenca ose përgatitje rreth kësaj, por këtu kryesisht kjo s'ka ndodhur për mendimin tim për një arsye. Është frikue që mos kjo vizitë po përdoret si pretekst për ndonjë situatë jo që është me pasojë në kuptimin fizik ose të sigurisë të tij, po me pasojë në le të themi kuptimin mediatik edhe në polarizim të matutjeshëm të skenës politike. Jo, në polarizim, po shkurt shqip nuk ka dashur që asaj familjes dhe me këtë rast të vizitës së tij të ndërtohet një rrëfim, një narracion që gjaja se dikush pas ka qenë kundër dhe pas ka kundërshtu dhe ka mujtë. Do me thonë, kjo ka qenë ajo që ka mbizotnu në këtë situatë. Cilat janë meritat kryesore të Rugovës sipas jush? Edhe të metat kryesore të tij? Meritat e tij janë që Kosovën në qatë periudhë, pa mekanizma, pa lek, pa armë, pa media, e ka qenë Këshilli i Sigurimit si temë, agjendë. Do me thonë, mos të harrojmë që në një intervistë në CNN, gazetarja ka nisë me folë me Rugovën në një intervistë që është lobu për më mbajt me pyetjen. Could you explain the current situation in Lebanon? Pyetja ka qenë, a mundësh ta shpjegosh situatën aktuale në Libanon? Liban. Pra, gazetarja ka përzi Albanian dhe Liban. Pra, dhe ku mbet Kosova, që i bjen se si situatë si
si internacionalizim Kosova ka qenë shumë Domthon rrallë. kjo është merita Ibrahim kryesore. Rugova ka qenë këshill sigurimit. Merit tjetër. Në mramor prej kohët jetit, për një shuplak dhonut, një policit për 2 orë kam bërë informata në këshill sigurimit. Dhe kjo është bon sajt 5.000 njerëzve bërmëtarë. Jo Ibrahim Rugova si individ, por krejt këta kanë qenë produkt i filozofisë dhe politikës tina. Kjo është një. E dyta, e ka rujt qenjën njerëzore, që është shumë e rëndësishme. Dhe e treta është orientimi përperëndimor dhe amaneti babgjyshit tonë dhe katragjyshit tonë, flota e 6. A nuk mjaftojnë qëto 3 që me qenë të... Cilat janë të metat kryesore të Rugovës si pasysh? Dopsit, Po, dopsit. pesha e trupit ka qenë i dopt në fizik, ato e ka pas dopsi. Dopsi për aktivitetin e tij politik. S'ka pas. Asnjë. Si akum po, ja. Krik për fond. Edhe një temë. Se ndoshta u dash mi kalu disa shpejt, sikur të shosh ndoshta Rambujeja, ndërhyrja e NATO-s, pengmarrja. Rugova ka qenë i shkëlqysh. Sepse ka lu rolin që duhet me lu. Tu qenë pasiv komplet. Jo, s'është vërtet. Ti ma ke lexuar librin. Ju i keni sugjeruar Rugovës që mos me qenë në Rambuje, mos me marr pjesë në Masa Rambuje. ne, sepse u vendos që Millëshëri që mos me konë. Dhe me qenë se ai s'është, pse edhe ky të shkoj. Nuk e keni dhënë këtë arsye. Keni dhënë një arsye tjetër. E di. Nuk do të ketë pavarësi këtu, dhe me qenë se nuk do të ketë pavarësi, është më mirë mos me qenë këtu. Është e vërtetë, po kjo ka qenë bisedë, domethënë mes 2 njerëzve që kanë pas një histori të bashkëpunimit edhe Kur keni vendosur me u kthy prej Rambujes edhe me u kthy në Prishtinë, me u fut në rezidencë, Rugova aty ka dhënë një deklaratë shkurt para gazetarëve. Now is time to act NATO. Tash është koha me vepru NATO-ja. Kjo ka qenë e fundit. Vendimi kujt ka qenë me u kthy këtu? Ka qenë vendimi të gjithëve, plebiscitare 16 antarë. A keni mujt jo me ndiku që mos me u kthy Rugova këtu nëse kishit dashur? Ja, jo, nëse kisha dashur në me insistu po. Rugova ka qenë lojal dhe ka qenë i ndëgjueshëm në ndonjë vendimit tim edhe në këtë rast. Por normalisht që unë këtë vendim kurse kisha marrë. A ju ka rreziku kjo deklaratë e tij tash është koha që NATO me vepru? Edhe në herë. A ju ka rreziku deklarata e Rugovës? Për çka me për po, sepse kur ka ardhur policia, pastaj me 31 mars, një javë ditë pas 24-tit, dhe kanë hyrë dhe kur unë jam ballavaçu dhe dihet ajo histori tash mos më bëu temë, ata kanë thonë erdhëm, arritëm cak të njeriu që ka kërkuar NATO. Po dalim të tema e fundit, largimi prej rezidencës, presidencës, zotit Rugova. Pse jeni largu? Sepse e kom kryer misionin tim, qysh u kom afrue, çashtu ju kom largue. Vendim ka qenë ime, sepse e kom marrue një mision temin, i ka ardhur fundi dhe unë po i kthej na vetvetes, familjes dhe s'ka pas arsye tjetër? Absolutisht jo. Adnan Merovci është tërhequr me vetë iniciativë, arsyet në gigaherca, i ruaj për veten time dhe ndoshta nuk do t'i them kurrë ato të thella. Po, se ato janë të brendshme, domethënë, por sa i përket shushurimave që kanë ndodhur, që ka qenë pak naci me Rugova, që më ka kërcënu dikush, që më ka korruptu dikush, që më ka shantazhu dikush, a jem në vitin 2026. 250 emisione unë i kom realizu deri sot, ju thonë publikut mirë mrama. Le del njeni, veç një specie në rruzull toksor, let ma kundërshton këtë, let thot, jo Adnan, cilat kanë qenë arsye tjera? Arsyeja vetme ka qenë kjo që keni konsideruar që e keni kryer misionin, keni dashur ju përkushtu familjes, vetës, ka pas arsye tjetër, keni pas presion? Po xhen se s'kam vdek ende. Gjithë shqiptarë që e kryen një mision dhe në momentin ose kohën për shkurtpams të ambëlsinave, e lojnë aty, se ka pas shumë tip. Unë e kom mujt mu vetë shpallë heron atë kohë. Dhe nuk jom vetë shpallë. Në një intervistë jam i vetmi bashkëpunëtor që kom nejtë. Në këto libra që i keni botu mas vdekjes të Rugovës, në hap me Rugovën, për Rambujen, për qëndrimin gjatë bombardimeve të NATO-s, pengmarrjen. Sajt asoj arkivës që ti deri. Po, nuk i keni tregu disa arsye që i keni tregu në intervistën që e keni dhënë vitin 2003. Po. Ju kur keni dalë prej Rugovës, prej rezidencës, presidencës në vitin 2003, keni dhënë intervistë dhe keni thonë unë u tërhoqa kur disa mendonin se erdhi koha e sheqerkave dhe medaljeve për meritokraci. I vetmi bashkëpunëtor i Rugovës në rruzullin toksor që kishte pranë vetës gjatë bombardimeve ishte Adnan Merovci. Erdhi koha që njerëzit që kishin ikur nga ai
dhe që i kishin luftuar, u kthyen. Kështu që ju thash, a erdhi koha e sheqerkave, a u çliru Kosova? Po, atër ato sheqerka po u ale juve. Dhe u tërhoqa dhe kjo tërheqje u bën heshtje. Po, e vërtet është, kjo qëndron. Pra, që i bie, se unë e kom kry një mision dhe unë kom pas ambicje tash, s'keni pas asnjë presion prej kundërshtarëve të tij? Absolutisht. Shumë kisha pas se çto me bë temë gjatë, po me dikon që mundet diçka me thonë. Se kjo ka fillu edhe mu tash me mendu ka dalë s'ka ndodhur diçka që unë s'pedish në rreth kësaj. Po pas tërheqjes ju jeni bë drejtori postave të Kosovës, mandej jeni bë drejtori KQZ-s, mandej drejtori KPM-s. A kanë qenë këto shpërblime të kundërshtarëve të Rrugovës që jeni largu prej Rrugovës? Njeri me turbulenca profesionale në realizim se Adnan Merovci mas luftës ka pas. Ka pas arsye tjetër. Ka pas arsye tjetër që jeni tërhequr. Ka pas arsye tjetër. Tash apo më lën të shpjegoj ti tha drejtor aty. Krejt pozitat i kum bë me sta krah dhe me çit kry. Ka pas arsye tjetër përveç përfundimit të misionit, për largimin e juve. Për largimin të absolutisht jo. Këtë intervistë viti 2003 keni thonë kështu, e kisha vrejt se sistemi i vlerave po bënte rreth Zotit Rrugova. E kisha vrejtur se sistemi i vlerave po bënte rreth Zotit Rrugova dhe përgjegjësinë më të madhe për këtë e ka Zoti Rrugova. Po merrte fund për mua një punë dhe një misioni ime. Pas luftës e sheha që ai sistemi i vlerave po bënte drastikisht dhe se aty po punoj me logjik vetëm të partisë dhe disa njerëzve. Po e vërtet është. Por kjo kon observimi pas ka një arsye tjetër. Po tash një tjetër. Fillimisht unë kritere kum pas çto që thash. Këto janë perciatje edhe shprehje të një mlefit njerëzve që e kanë pasojë dhe një presioni për me dalë prej aty? Presion për i kujt. Kujda për i kundërshtarëve ti politik? Po, heroj brejëm konën e A i një taku ma me Rrugovën, ma si që jeni largu? Se po folë për mi mu, pëse s'po me lem fjallë të dhenë. Okej, vazhda. Vazhda? Jo se ma hupim vendimin ku patë, vazhda. Keni qenë hero? Po, ose ti s'po më thumë për i thaj veti. I vetëmi kom vendosë aty me ndajtë. Dhe mandej, prej aty të jam të rjekë. Unë e kom pa tendenca dhe shushuritjet njerëzve, le të themi edhe pa vlera dhe me ambicje për të afirmu aty në qarkun ku unë kom ne dhe kom vepru. Por këto nuk kanë qenë që qëto më kanë shty. Unë e veç e kom spjegu gjendjen që shka qenë. Dhe me thonë, jom konë në një situatë kur jom kry sendet. Sërbi jo dalë për i këtuit, arën të ju kom gjetë njerëzve, veturat ju kom gjetë njerëzve, me këforin i kom ndërtu, e kom lopë pasarësin për protokoll, për siguri, për transport, me emën e mbjemën, kom shku në gjysht Hagës, kom dëshmu, jom këthy të Ibrahim Rrugova, ja kom dhonë dëshmin dhe jom të rjekë. A i një taku me Rrugovën masi që keni dalë për aty? Po, jom taku në KQZ kur kom qenë. Por jo, se në KQZ Rrugova duhet me arme në shkru në zyre ta. Jo takim KQZ, takim KQZ është për tjetër sen, keni pas takim tjetër. Ti tha ki taku në herë, me taku, kom taku me rastin e KQZ-s, po jo në zyre, po në manifestimet ndryshme. Nuk kom shku në takim të aj. Pasi që më këthim nga Haga, keni thonë, kam kërku që takoha me Zotin Rrugova, por nuk kam arritur. Dhe me thonë, a i ka refuzuar të në takoj, edhe pse ja kësha treguar arsye. A i ka qenë jo korrekt në këtë punë, por nuk doja të merresha publikisht me këtë çështje. Kjo, a di që ka qenë kjo? Kjo ka qenë çështja e deklaratës Miloševićit në Hagë. Dhe ai në këtë rast, unë e kum kuptue që Rrugova s'kishte qenë ato në rezidencë. Dhe kjo ka qenë si me thonë, supozimi jam, po mas andej e kom vërtetu që Rrugova s'kishte qenë aty. Dhe njerëz më kam thonë nuk është këto. Dhe unë ja kom lënë pastaj. Dhe mas andej kam ardhen dhe e kom taku dhe kemi folë për deklaratën që e kom thonë. S'është e vërtet që Rrugova mu më kam shel derën në fakt. Kështu më është komunikue, por unë e kom kuptu që ai s'ka qenë aty. Sepse unë derën mbyllën s'ka mujt me pas. A keni marrë pjesë në varrimin e tij? Po, me Avnis Pahiu. Keni marrë? Edhe kom qenë nderimet i kum bo edhe në kuvend, dhe me Avnis Pahiun që është i gjallë. Por unë nuk kam qenë rreshtin e parë, dhe nuk kam shku me lëshu Rrugovën me konor. Krejt për fond. Nashta edhe për disa njerëz të tjera. Krejt për fond. A keni marrë mirënjohje për punën e juaj për Zotit Rrugova? Mirënjohje ka qenë vetë puna jam dhe ai ma ka njoft punën. Duke ma njoft punën ajo ka qenë mirënjohja më e madhe. Unë sot jam ky që jam dhe ato që më akuzove për arkiv, krejt i kom manifestu në libra që po dalin. Dhe unë sot
me ato libra së dushqejen edhe student shumë në përbote, këtë mirënjohje për mu është qeja. Dhe Ibrahim Rugova më ka mirënjohë, por jo dekorata e kësos së konë njeri që i ka dhonë dikujt asë. Për familja sot është meritore për këtë dhe familja sot nderon dhe nderoj dhe kam kontakte dhe komunikim të vazhdueshëm. Adnan Merovci, faleminderit shumë që ishe me nerë. Faleminderit.